Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi, njeriu që është në sistemin e drejtësisë pa kaluar vettingun, duket se i ka shtrirë tentakulat e tij kudo. Sadushi, miku i gazetarit të familjes Velia i Merobaze, referuar deklarimeve të tij pasurore, rezulton se portofoli i tij pasurive vetëm është zgjeruar. Pasuritë e Sadushit përfshin apartamente apo shtëpi në disa qytete të vendit, si në Tiranë, Golem, Kavaj apo dhe Vlorë. Një pjesë të pasurive të tij CNA i ka zbardhur dhe do të vijojë të zbardhë në vijime të tjera. Sipas të dhënave që ai vetë ka deklaruar, kryetari i Gjykatës së Lartë duket më shumë si një biznesmen që posedon agjenci imobiliare, sesa njeri i drejtësisë. Patundshmëria që ai ka e nxjerr zbuluar përballë drejtësisë që ai trumbeton. Por jo vetëm kaq. Krahas agjencisë imobiliare, Sokol Sadushi, kryetari i pavettinguar i Gjykatës së Lartë, referuar të dhënave nga ILDKPI, rezulton të ketë marrë pagesa dhe nga fondacioni George Soros, shoqëria e hapur për Shqipërinë. Deklarimet e pasurisë së Sokol Sadushit tregojnë se në disa vite, ai ka deklaruar të ardhurat të përfituara nga fondacioni Shoqëria e hapur për Shqipërinë. Sipas deklarimeve, pagesa e parë regjistruar daton në vitin 2004, kur Sadushi deklaron $500 amerikan honorar si antar i bordit të fondacionit. Pasi ndërprerje disa vjeçare, në vitin 2014 ai deklaron $750 për pjesëmarrje në një projekt për hartimin e projekt ligjit, për njoftimin dhe konsultimin publik, si dhe për angazhimin në projektin e reformës kushtetuese. Krahas këtyre përfitimeve të shumta apo dhe premtimit nga qeveria për të bërë presidenti i Republikës, Sokol Sadushi me sa duket ka shtrirë tentakulat e tij dhe në diplomaci. Vajza e Sokol Sadushit, Evi Sadushi, rezulton të jetë punësuar si sekretare parë në ambasadën e Shqipërisë në Spanjë prej 7 vitesh. Fillimisht në vitin 2019 është emëruar sekretare e dytë në ambasadën shqiptare në Spanjë dhe brenda një kohe të shkurtër është ngritur në detyrë. CNA ka zbardhur pasurinë e Sadushit që duket të jetë si një agjenci imobiliare. Kjo pasuri nuk është skanuar kur nga vettingu që e hartoi vetë Sadushi, por jo për veten e tij. Kreu i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi nuk ka kaluar në vetting, përkundrazi është hartues i reformës dhe sipas deklarimeve dhe qëndrimeve fillestare, personat që do të shkruanin ligjet dhe bënin reformën në drejtësi nuk do të ishin pjesë së sistemit. Sadushi e shkroi dhe mori pjesë në përgatitjen e reformës në drejtësi. Qendra prokurore gjyqtar të sistemit të drejtësisë u larguan nga sistemi, po të shohim arsyet e largimit të disa prej tyre, deri dhe për një garazh apo shtesë legalizuar, ndërsa Sadushi, shkodrejtori i magjistraturës, tani kryetari i Gjykatës së Lartë, u pagua për reformën në drejtësi dhe kapi nivelet më të larta drejtuese të drejtësisë. Por jo gjithçka përfundon këtu, nga drejtësia te diplomacia dhe noteria. Strukturat e kapura nga tentakulat që kanë pasuruar si një agjenci imobiliare Sokol Sadushin e pavettinguar në krye të Gjykatës së Lartë.